Dikush më pyeti, si nuk lodhesh duke postuar çdo ditë vetëm për 100-200 likes? I thash, e para nuk postoj për like, postoj për qëllimin e shpirtit tim dhe për hir të Allahut. E dyta, nuk lodhem sepse ajo që bëj është udhëzim hyjnor dhe rrjedh natyrshëm nga zemra. Ky është misioni, më sjell kënaqësi dhe shpresoj që Allahu të jetë i kënaqur me mua. Dhe e treta, ndoshta ty të duken pak 100-200 like, por në realitet ata janë 100-200 njerëz që marrin kohën për të parë, dëgjuar dhe vlerësuar diçka që unë kam krijuar me udhëzimin e Allahut. Për mua kjo ka shumë vlerë dhe më motivon të vazhdoj. Përveç kësaj ti nuk i sheh shikimet, ato janë me mira. Kjo do të thotë se mira njerëz shohin e ndoshta frymëzohen nga ajo që unë ndaj, edhe nëse nuk bojnë like e komente. Natyrisht mund të ketë edhe haters, njerëz që nuk pajtojnë apo nuk më duan, por më e rëndësishme është që Allahu a sjell mesazhin atyre që kanë nevojë. Ata që janë të udhëzuar në këtë rrugë do ta pranojnë dhe do të mbështesin gjithmonë. Sepse siç thash, unë nuk e bëj këtë për duar trokitje, as për statistik e as për famë. Synimi im është që fjala ime të prek zemrat, jo ekranet, të sjell dritë aty ku ka errësirë dhe t'i afroj njerëzit më pranë Allahut. Selamu alaikum.